dhe duket sikur qeveria po bën pushim me komunitetin e biznesit. Nëse shohim pas çfarë ka ndodhur në harkun e 12, 13 apo 15 viteve të fundit, ne shohim që është një vazhdimsi më ka hershme, më përpara se sa kjo periudhë, e ndërhyrjes shtetit në jetën e bizneseve, domethënë krahu i zgjatur i shtetit. Shohim që ndëshueshmëria shpesht e rregullave fiskale ka ndodhur. Shohim me pozitivitet atë çfarë është arritur sa takon deklarimit online, pra është një masë teknike që ndihmon për të minimizuar evazionin, por shohim dhe këtë përpjekje të fundit që në thelb duket sikur i vesh kelmin atyre çfarë janë arritur. Nga ana tjetër, kur në merren politika të tilla, thuhet që hidhe Chelsea në det, do thotë që nëse bën një amnisti, ajo ndodh për një gjenerat, për 20 a 30 vjet nuk i kthehesh më. Dhe kjo ndodh mas një përgatitje shumë serioze që përfshin komunitetin e biznesit, që përfshin atë pjesë të biznesit që nuk është e përfshirë për që ka pagu rregullisht taksat, pra që është ndërgjegjësimi dhe morali në këtë rast e përmendet dhe ju, që përfshin kapacitetet e administratës tatimore për ta zbatuar. Edhe njëkohësisht kalkulon kush janë përfitimet e shtetit dhe kush janë përfituesit nga ana e biznesit. Për fat të keq kjo nuk ka ndodhur, është më shumë tingëllon më shumë dhe unë këtu hamendsoj, po që për sa kohë ka transparencë mjaftueshme, mundësia për të hamendësuar është më e madhe. Hamendsoj që qeveria po shpërblen ato loba apo kategoritë bizneseve që janë toleruar në vjelën e detyrimeve fiskale gjatë kësaj periudhe, dhe është një periudhë gjatë që qeverisë njëjti blok politik, dhe njëkohësisht kanë qenë kontribues në fushatat zgjedhore. Kjo është ajo leximi i parë.